Atëherë, shumë të dashur dhe shumë të nderuar, stafi I ISTL-s, mësuesit, asistentët, studentët, po ashtu edhe gjithë të pranishëm. Ju përshëndes edhe jemi sot në fakt një ditë shumë të veçantë, siç edhe shihni është një ditë festimi, ashtu si tha dhe Greta, një ditë festimi sepse disa studentë sot midis tyre edhe unë festojmë përfundimin ose përfundimin e këtij rrugëtimi 3 vjeçar, edhe për disa pak më tepër. Por jemi shumë të gëzuar dhe mirënjohës Perëndis në fakt për të gjitha ato gjëra që e ka bërë këto 3 vite. Personalisht kam qenë shumë I bekuar, do të thoja, me shkollën, mësuesit dhe nuk di si t'i falenderoj për kujdesin që kanë treguar, dashurinë dhe për kushtimin e tyre. Në fakt do doja ta filloja duke treguar se si person kam qenë shumë mbas mësimeve teologjike dhe kërkoja patjetër të bëja një shkollë. Isha, do të thoja, një person që lexoja libra të ndryshëm, doktrinar, dhe lexoja shumë, diskutime po ashtu bëja shumë. Por ndërsa ndaja zemrën time me miqtë e mi më të ngushtë, e midis tyre pastor Edi Morava, I cili ndodhet atje në fund, dua ta falenderoj duke qenë se ai është personi I cili më prezantoi me ISTL-n. Dhe që nga momenti I parë kur fillova të studioja e të mësoja, në çdo mësim dhe në çdo reflektim, në çdo testim, pse jo edhe testime, unë shikoja që nuk dija çdo gjë. Dhe ende do të them, nuk është se kemi mësuar gjithçka. Sepse në fakt, fjala e Perëndis është një fjalë gjallë që nuk ndalon, është një fjalë që është si një burim që gjithmonë ngufon në jetë përjetshme, dhe ne si nxënësa të Jezu Krishtit gjithmonë do të jemi duke u rritur me fjalën e Zotit dhe gjithmonë duhet të vazhdojmë të studiojmë fjalën e Perëndis edhe më thellë akoma. Por ndërsa studioja, unë kuptoja se ne nuk kemi nevojë vetëm thjesht të mbushim mendjen me mësime dhe me doktrina të ndryshme apo me teologji të ndryshme. Në fakt ISTL-ja prandaj është e veçantë sepse nuk është kështu. Nuk na mbushi mendjen vetëm me informacion, por do të thoya na mbushi zemrën plot me besim dhe me dashuri për të dashur Zotin, për të dashur familjen, për të dashur komunitetin ku ne jetojmë dhe për të shërbyer njerëzve të cilët Zoti na ka besuar. Në fakt, ndërsa studioja, ndërsa mësoja dhe vitet kalonin, arrita të kuptoj që çdo shërbëtor I Zotit duhet në fakt të studiojë, duhet të kërkojë më tepër nga Perëndia. Dhe duke qenë se eksperienca ime është këtu në ISTL, do t'ja u sugjeroja çdo shërbëtorit të Zotit që të studionte pranë kësaj shkolle, duke qenë se t'i jep mundësinë të aftëson për të bërë shërbesën në mënyrë sa më të plotë. Sfidat që kam kaluar si pastor I ri, do të thoja. Isha vetëm një vit si pastor kur fillova të studioja në ISTL, dhe me thënë drejtën nuk e dija çfarë më priste përpara. Zakonisht pastorët e rinj e dinë se çdo gjë do të jetë shumë mirë. Mirë, po gjatë rrugës kuptova që kemi shumë sfida të ndryshme. Gjatë rrugës u përballa me betejë, me sulme, me provokime, me gjëra më të ndryshme. Dhe po të mos ishte për shkak të ISTL-s, për shkak të mësimeve dhe përgatitjes që ne morëm atje, unë jam I sigurt që do të kishin ndoshta unë do të kisha dështuar. Ndoshta do isha tërhequr pas. Por lavdi Perëndis që në këtë shkollë ne mësojmë se rruga nuk është aq e lehtë sa duket, dhe kjo shkollë ty të aftëson dhe të mundson duke ta bërë shërbesën edhe më të qartë, edhe më të plotë. Prandaj jam shumë I njohës gjithëve pa pirashtim dhe më falni nëse kam harruar në një emër, por së fundi dua ta mbyll duke thënë faleminderit po ashtu familjes e cila në fakt është kujdesur gjatë orëve të cilave ne kemi studiuar, unë kam studiuar dhe dua të them së fundi, le të ecim përpara të gjithë si trup I bashkuar, duke e ditur se rruga që kemi përpara është një rrugë ku Zoti është ai që po na udhëheq, jo ne vetë. Perëndia thot në fjalën e tij që
edhe si kur të mbasësh ato që ti ke, fito diturin. Prandaj, të studiosh teologji, është të fitosh diturin. Amen. Zoti për të gjithve, dhe jam shumë faleminderit të gjitha.